absolutisht. Në fakt, kjo dihet që tashmë përçarje patronazhistat dhe çdo lloj sfide është e parashikuar tashmë, por në fakt në këtë herë ne kemi një mobilizim të shumë akademikëve që kanë deklaruar hapur mbështetjen ndaj protestës. Do të jetë e pavarur, nuk do të jetë as pak partijake apo diçka e tillë, do të jetë thjesht në mënyrë vullnetare nga shqiptarët që duan të kontribuojnë në debat të hapur politik për Shqipërinë, për një të ardhmen më të mirë të Shqipërisë. Absolutisht duke përfshirë të gjitha pakënaqësitë që janë të qytetarëve, sepse në fakt atëherë lufta më kryesore po ndodh këtu në shesh. Por patjetër duhet edhe një debat i tillë i këtij niveli pra akademik që të përfshi komplet atë sferën që i duhet këtij vendi. Ne jemi optimist dhe jo, absolutisht do jemi dhe realist, por do të ketë filtrim të personave që marrin pjesë, për më tepër që akademikët e diasporës kanë një tjetër qasje për sa i përket këtij raporti. Ky raport do të jetë me të vërtetë një punë, do të kryhet në tetor pikërisht për shkak se do të ketë një punë përgatitore prej disa muajsh, dhe do të jenë të gjitha fushat e përfshira, pra të gjithë ekspertët dhe akademikët në diasporë do të marrin pjesë për të dhënë një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm. Ju aktualisht punoni, nuk do ta them emrin, vendin, po ju punoni si pedagoge doktorante në fushën e biznesit dhe të medias. Më vjen mirë t'ju pyes për një ambient në të cilin ne punojmë. Duhet të ti panoramën e di më mirë se unë padyshim, po më lejotja pak kontekst dhe në harkun e 12 sekondave të them se si është situata në Shqipëri. Në Shqipëri ka njerëz që mbështesin kryeministrin dhe njerëz që e kundërshtojnë atë. Njerëzit që e kundërshtojnë atë janë shumë pak. Njerëzit aktualisht, njerëzit që në media aktualisht, njerëzit që e ndihmojnë kryeministrin, kryetarin e Bashkisë të Burg dhe të gjithë këtë skot të tmerrshme, njerëzit që nuk kanë patur profesione më përpara, por profesionet e tyre janë aktualisht që t'jenë lider, shefa, drejtor të kenë në dorë fatet e vendit, aktualisht kanë shkatruar gazetarinë e vërtet në Shqipëri, duke patur parasysh ekspertizën që ti ke, por edhe vështrimin nga larg, kur bën një vlerësim të panoramës. Ti tani, jo unë, si e lexon situatën mediatike në Shqipëri? Është ashtu siç pretendojmë ne, apo është ashtu siç pretendojnë ata që janë të lumtur në klauzolën ndihmuese e dashamirëse të kryeministit të Shqipërisë? Në fakt situata mediatike është diçka që është e pritshme edhe për ne andej, është e pritshme që gjërat këtu të politizohen, është e pritshme që gjërat mos të jenë transparente. Këto gjëra tashmë janë pjesë të sistemit dhe mekanizmat të cilat janë krijuar prej kohësh, pikërisht që kur të vijë ky moment të kemi këtë lloj përplasje, sidomos intelektuale, sidomos dëshirash, ëndrash të rinjve të tjerë. Por mendoj se përfshirja e diasporës do të ketë një qasje më të pavarur, e cila do të ndihmojë në këtë kontribut. Pikërisht prandaj është edhe kjo nismë, por duhet të theksoj që pikërisht me atë pjesën e vogël të Shqipërisë, që gjithsesi janë aty duke ngritur zërin, pavarësisht çdo lloj sfide që ndodhet këtu në Shqipëri, sepse është në fakt shumë herë më e vështirë për akademik, intelektual dhe ekspert që jetojnë këtu, pra që duan të luftojnë sistemin, por ata është shumë herë më e vështirë. Gjithsesi kjo konferencë do të jetë dhe një urlise për këta persona të cilat duan që të marrin pjesë në hartimin e këtij raporti. Dhe kjo do të bëhet nëpërmjet një forumi akademik të lirë, ku debati do të hapet dhe do të pranohen përfshirje dhe propozime absolutisht edhe nga vetë komuniteti akademik i Shqipërisë. Por normalisht unë jetoj në Suedi ku për shembull këto mekanizmat janë tashmë të krijuara për sa i përket debatit politik, për pjesëmarrjen e qytetarisë, janë të institucionalizuara tashmë. Ka shumë nisma në Shqipëri dhe në fakt më duhet të them se për shkak të protestës kanë lindur shumë networke, shumë mobilizime, shumë nisma dhe ekzistuese, ka dhe ekzistuese në Shqipëri. Por kjo do të jetë më shumë se një përgjigje direkte që i duhet pak a shumë kësaj situate që është emergjente. Sindi, të falenderoj me një zemër, pushka top themi ne këtej kur vjen puna ke aktivitetet e mëdha, tetori vjen shpejt. Jam shumë kureshtar si shumë të tjerë nëse do të ketë sukses dhe unë uroj me një zemër që të jetë i vërtet, të jetë në interes të vendit dhe të jetë i suksesshëm. Falenderit me një zemër. Gjithmonë, atë dëshirojmë, ju falenderoj dhe unë shumë. Të dashur teleshikues, sapo folëm me Sindi Sherin, do të qëndrojmë në shesh.
ndërkohë që kjo është një javë e jashtëzakonshme e protestës qytetare, është një javë e jashtëzakonshme ndeshjesh të mëdha futbollit, cilat